Është koha tani të kthehemi në një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Do të flasim për demonstratat vitit 1981 në Kosovë, të cilat shënuan pastaj një pikë kthese në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë. Në këtë bisedë do të flasim për rrethanat e asaj kohe, për sakrificën e të rinjeve, edhe rëndësinë që këto ngjarje kanë edhe sot për shoqërinë tonë. Në studio kemi të ftuar zotrin Shefik Sadiku nga shoqata e të burgosurve politik të Kosovës. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Mirëmëngjes, Ignaci, sigurisht të flasim për këtë temë që, siç e tha dhe Fllonca, vërtet është një prej temave të historisë së vonshme të Kosovës, por që ka qenë realisht një pikë kthese në krejt zhvillimet e më pastajme. Ju jeni një grup i atyre që punoni sot, jeni të angazhuar edhe në shoqatën e të burgosurve politik, po që jeni protagonistë të kohës, apo jo? Sa mendoni që shoqënia në përgjithësi, gjeneratat e sotme edhe gjithë ne që sot e jetojmë këtë kohë, dim për atë periudhë edhe njohim vlerën e asaj periudhe? Fillimisht do të nis nga ajo që e shtroi Zoja. Pastaj do të dalte ju. Shoqata e burgosurve politik këtë vit i bën 30 vite që është themeluar. Ndërkaq veprimtaria e individëve, grupeve, barë e kombit që ka qenë, ka filluar me njëherë në përfundim të luftës dytë botnore. Dhe ata nuk janë kënaq me politikën që e ndolli Kosovës dhe e aneksoi Serbia padrejtisht, duke shfrytzuar fuqinë ushtarake dhe politike të Federatës Jugoslave, dhe Kosova mbeti nën Serbi. Deri në vitin 1963, gjithsesi deri në vitin 1974, Kosova ka qenë vetëm një qark e asgjë më shumë. Populli shqiptar, do të thotë, fatkeqësisht nuk i ka gëzuar të drejtat më elementare. Me autonominë politike të vitit 1974, politikantë e vjetër që ishin shërbim të lidhjes komuniste jugoslave nga rradhët, jo vetëm të shqiptare, por edhe serbët, si kolon që kishin sjellë në Kosovë pas luftës dytë botnore, pretendonin që u arrit kulmi i autonomisë dhe rehatisë, zgjidhjes politike të shqiptarëve të Kosovës dhe në Jugosllavi. Mjerisht e kundërta ndolli. Ishte një lloj liberalizimi të arriturave me universitetin, me zhvillimet e përgjithshme shoqërore, por nuk ishte e kënaqur ajo. Rinia shqiptare ishte një varë fasade, a? Ishte ashtu, rinia shqiptare nuk e ndali veprimtarinë e vet në organizata të ndryshme të fuqishme, organizoheshin dhe më në fund u ndes Shkëndia me 11 mars 1981, se deri në atë kohë ndërtoheshin disa fabrika, sa për t'i mashtruar shqiptarët, ja punësonin një fëmijë për shembull dikujt që kishte ndonjë privilegj, por nuk i plotësonin nevojat sociale. Dhe zhvillimi ekonomik dhe politik në Kosovë ka qenë i varur prej politikës serbe, gjithsesi edhe Jugosllavisë. Prandaj shpërthyen demonstratat si pretekst i pakënaqësive sociale të studentëve. Kushtet i kanë pas shumë të këqija, kushtet shumë mizore. Shumë është e dhëmshme që s'keni ndonjë reportazh me i pa barakat ku kanë jetuar studentët në konviktet e studentëve në Universitetin e Kosovës në atë periudhë. Se po ta sheshit, vetë ambienti do të fliste, për shembull. Po cilat ishin kërkesat e këtyre studentëve dhe pastaj për të gjeneratën e re, si u përhapën këto protesta nga studentët tek qytetarët? Me 11 mars kërkesa elementare ka qenë për kushte më të mira për studentët. Për shembull në Serbi kanë pasur 1.000 euro i kanë marrën studentët, i kanë kompensuar faktikisht, i kanë stimulu për studiu, ndërsa në Kosovë kanë pasur 11 atë dallim. Ndërsa studentët mandej kanë prit me orë të tëra me shku në rend për me marrë një racion buk, 2 orë, 3 orë i kanë humbë. Edhe kjo ka qenë një alibi që e kanë fillu ata studentë.
emra s'po përmende, po dhe me I përmend, të mos me merë kohë shumë, por ideja e tyre ka qenë kjo. Ata s'kanë qenë të mëdijshëm që shkëndijat janë të gatshme për diçka më shumë. Në fakt, disa për tyre e kanë ditë, por në momentet e veprimet që zhvillohen në shoqëri janë karakteristike. Ajo shkëndija është ndezë dhe grupet të cilat kanë qenë në fshehtësi që kanë vepruar, ata student rregullt, pashëm kanë qenë prekshëm, pragmatik, kanë fillu me të 26-in të përgatiten pikërisht në mbrëmjen e 25-it. Se me të 11-in, si Alilaj që ka folë në atë demonstrim që kanë bërë prej mense studentëve, kanë vazhdu deri poshtë në qytet, janë kthy, por është ka razisht përmend parolla Kosova Republikë. Edhe e kanë hesht. Me të 25-in janë shkru parollat. Natën, me të 26-in, Alilaj që Bajram Kosumi dhe shumë shok tjerë, që mund t'ju hynë hak, do të thot atyre, janë organizu dhe kanë dalën në obor. Ideja ishte me pengu dhe stafetën e Titos, që vinte këta komunistët Jugoslav që organizonin pritje dhe lavde me thurë lidhjes komuniste Jugoslave dhe politikës zyrtare shtetënore. Kur kanë dalë aty, kanë ardhë prej komitetit me folë për shembull edhe rektori I universitetit, edhe politikanë, emrat s'po përmendim me qëllim, dhe nuk I kanë përbuz, nuk I kanë marrë për bazë kërkesat të studentëve. Atëherë studentët kanë shpalos flamurin kombëtar, kanë shpalos parollat që më fuqishmja ka qenën edhe e realizueshme më vonë edhe njëra tjetra Kosova Republikë dhe jem shqiptar s'jem Jugoslav. Ka pasur edhe parolla tjera, do thotë politike, po këto më të fuqishmet janë. Dhe lidhja, do të thotë edhe gatishmëria e klasës punëtore në këtë drejtim flet shumë. Me 1 prill, do të thotë kërkesat prej studentëve, mesazhi kalon I bashkimit te klasa punëtore, te qytetaria. Me 1 prill, edhe 2 prill, qytetare, punëtore, të gjithë prishtinasët grumbullohen me student. Ama është shumë interesant zoti Sadiku, sepse është një zhvillim I shpejt nga ajo protesta brenda menzës për ushqim e për një komoditet më të mirë në konvikte, për çështje ditësh pra, si më thonë, u përfshi qyteti, kryeqyteti edhe gjithë vendi realisht në këto protesta duket, si më thonë, nga kjo distancë kohore duket një organizim perfekt, po ishte spontan duket që ishte një akumulim I problemeve, si më thonë, të shumta brenda popullit, apo jo edhe një pakënaqësi e madhe gjithandej. Ajo ka qenë padyshim, për një prej parollave kryesore ka qenë çoni të burgosurit nga burgjet. Në burg ka qenë Adem Demaçi me Recep Malën dhe shumë shok tjerë. Dhe demonstruesit I dënuan në të 75-ën që demonstruan në demonstratën që e kishin organizuar në të 68-ën. Tash pushteti I burgosi këta. Edhe kërkesa kryesore lëshoni shokët nga burgu. Të lirohet Adem Demaçi. Kjo e ka ndezë këtë mas dhe janë bashkuar këto struktura. Popullata ka qenën, po të them edhe më herët e para përgatitur, por me një prill kanë intervenu forsat e Jugoslavisë, të Federatës Jugoslave, milicia prej Serbie, kur kanë ardhur në Besiu kanë dalë të rinj, edhe disa prej tyre I kanë qarmatos. Por, edhe pse I qarmatosën, mjeresht ma voni dënuar me shumë vite burg. Por kanë ardhur shumë forca tyne, pastaj kanë nxjerr tankset, ushtrinë, me helikopter, me ushtri dhe kanë filluar me 1 prill të sulmojnë qytetarët demonstrues. Kjo ka qenë demonstrat, nuk ka qenë protest, se protesta ka një kuptim shumë ma minor, ma të vogël. Dhe këtu mos ka pasën pëthuja kërkesa, është plagos njëri prej demonstruesve, vile kolegi juji ka qenë këtu me 1 prill, Hamdi Gërvalla. Me 2 prill, kanë fillu të shtjen me armë në demonstrues. Nxënësit e shkollave të mesme, pa përjashtim të gjithë kanë dalën në demonstrat. Këtu në Prishtinë. Jo vetëm tash studentët, klasa punëtore, qytetaria. U masivizua dhe s'ka pasën shans me ndalë profesorët në për shkolla nxënësit. Kur kanë dalën, kanë fillu me snajpere, për shembull, këtu vritet Naser Hajrizi, Aslan Pireva
dëshmorët e parë që kanë rënë në demonstratën e 2 prillit 1981, këta 2 janë. Më vonë vriten edhe 2 tjerë, njëri punëtor ka qenë atje në Top Hane që është vra, dhe një tjetër të halla e sporteve, një tetori. Këta janë vra. Por janë plagosur me qindra sosh. Me qindra sosh janë plagosur. Hydajet Hyseni, sigurisht e keni pa në fotografi, veti treti me megafon del dhe... Gjitu në pëmat, ja? Po, para komitetit krahinor të Lidhës Komuniste në atë kohë, del dhe jo fletë demonstruzve dhe kërkon bashkimin, se pa bashkimin e s'mund faktikisht realizojmë kërkesa tona politike dhe barazimin e popullit shqiptar me popull tjerë, jo veç në Federatën Jugoslave, por edhe në Ballkan. Gjë që pastaj ajo e ka ndikue shumë negativisht, shumë ka ndiku negativisht te pushteti, të cilët kanë ndërhyj edhe më me të madhe, por s'ka në mundën me e ndërprej. Ka vazhdue demonstrata dhe me 3 prill. Aty edhe mande kanë shpallë gjendjen i jashtëzakonshme në Kosovë, dhënë shumë i kanë largu student prej konvikteve, kanë intervenu me mjete shumë të forta, qeveria, gjithsesht milicia dhe ushtria, shumë student kanë ra, kanë hillë prej kateve e poshtë, por edhe burgosjet kanë filluar. Me të 25-in kanë fillu burgosjet mars. Masive, mande, jo? Masive. Pas demonstratës që kanë organizu me 25 mars në Prizren student, pastaj këtu burgosen Ali Lajqi, Bajram Kosumi, Abdi Ajdini, një 5-6 student të burgosen, ata me organizatorë që kanë qenë për demonstratën e 26-it dhe kanë vazhdu që me mira sosh mbi 1.000 të burgosën kanë qenë veç vitin 1981. Po këtu është me rëndësi me përmend edhe një element që nuk flitet e ne dhe nuk e din, por asë njetën civile pak është folur, që në armatën Jugoslave kanë burgos shumë të ri shqiptarë. Në prill i kanë dërgu me 2, 3 dhe 5 prill në armatën, se në çdo 3 muaj dërgonin shumë ushtarë shqiptarë, sikurse në ish Jugoslavi. E shqiptarët detyrim kanë pas me i quhe dhe i kanë quhe në ushtri, të cilët e kanë përbë deri në 14% armatën Jugoslave me elementin shqiptarë. Si e baronin shkollën e mesme, detyroshin me shkue do të thotë ushtarë. Dhe atje fillun burgosjet masive, sepse federatë... Të ushtarëve shqiptarë. Pse ata e përkrahin ose kanë marrë pjesë në demonstratat në vitit 1981, por edhe më të hershëm... Nga ushtria direkt shkonin në burgje? I qonin ata në burgje. E tash në atë kohë, do të thotë, ushtarët i kanë akuzu pse jo në marrë me veprimtari armiqësore dhe maheret, ka grupe individ të ndryshëm. Dhe burgosja atyne ka zgju shumë një interesim për arsye se fillun edhe vrasjet gjatë hetimeve, kosi është qujtën, kosi sërbisht i vije shërbimi sekret ushtarak, po kupton që e kanë bikqyre dhe shërbimin e brendshëm të udbës që e kanë qujtë populata jonë, të Federatës Jugoslave, kanë fillu prej torturave shumë djemë të ri me armë në arkivole në Kosovë. Kjo periudhë ka zgjatë deri në të 93-ën, kur Serbia veç me një mënyrë ose tjetër mori fond shqiptarët nuk shkonin më në shërbim ushtarak të saj. Zoti Sadiku, për shkak të kohës, do doja të di pak më shumë rreth përjetimeve personale të ish të burgosurve politik. Të tjerëve apo të... Dhe tuajt personale, por edhe... Po fillojmë me tuajt, nëse do të kemi kohë, pastaj do të marrim... Po, ka shumë çka është përballur një i burgosur në atë periudhë? Po më vjen se s'kam folë ndonjëherë për vetveten publikisht kur. Gjithmonë është hera e parë. Po, mua do të thotë, edhe kur kam folë edhe kam shkruar edhe shkruajun për të tjerët zakonisht flas. Mua më kanë burgosur në gjykatën ushtarake në Lubjan, kam qenë ushtar në atë kohë në Slovenska Bistrica. Edhe më kanë akuzuar si organizatori një grupe armiqësore brenda armatës Jugoslave. Edhe më në fund
më janë zënë disa poezi dhe shkresa të cilat I kisha shkruar në të 80-ën, sa kam qenë ushtar prej kurrikut të 80-ës. Dhe nuk kanë mund të krijojnë grup me mua të dënojnë. Asnjë shqiptar s'kam pranu fati e ka dashur me një farforme e përgatitur kam qenë në drejtim, se shumë shok kam pas që janë burgosën në Kosovë dhe miq, që më herët jemi varë dhe jemi formuar prej tyne dhe prej propagandës politikës zyrtare të Shqipërisë, e cila Shqipëria të mos ishte ne s'do të mundemi të frymojmë në gjuhën shqipe. Propaganda e tyne dhe politika e shtetit shqiptar na ka bërë gjallë. I vetmi shtet me 8 prill 1981, këtë element është mirë me përmend, që e kanë përkra kërkesën Kosova Republikë të popullit shqiptar në Kosovë. Politika zyrtare e Shqipërisë, me kryen Enver Hoxhën. E tash, më janë zënë shumë, një 2 shkresa dhe disa poezi në këtë drejtim, që kemi komuniku me ushtarë shqiptarë, jo me pjesën tjetër civile. Dhe ata kanë arrit një 2 prej tyne rasisht I kanë zbulu, si alibi për me më bërgos. Edhe kur më kanë bërgos, unë kam kërkuar që Kosova me çdo kusht të bëhet republikë. I kom përkra kërkesat... Në gjykatore? Në gjykatore? Gjykatore. Në hetuesi dhe në seancën kryesore të gjykatës. Kom përkra kërkesat e demonstruesve këtu. E kom dënu politikën zyrtare të Republikës Federatës Jugoslave, edhe të Komitetit Qendror Lijes Komuniste Jugoslave, por edhe politikën zyrtare në atë kohë të Kosovës që e kanë përkra politikën e shtypjes popullatës shqiptare. Për këtë arsye, mua mi dhënë 5 vite burg dhe nuk arritën për fat asnjë shok me dënue. Sepse ua kisha prishën, si pas tyne ua kam cënue faktikisht rendin kushtetues të Republikës Federative të Jugoslavisë. Dhe kërkesa Kosova Republikë është kërkesë armiqësore dhe na qunin si redentist. Gjoja se ne kemi kërkuar me shkput territorin dhe me bashkangjit një shtetit huaj që llogarisin Shqipërinë. Por Shqipëria është e jona, ka qenë e jona dhe është e jona. Ne jemi pjesë fizike me Shqipërinë. Ndërkaq të tjerë tash, të shokë të tjerë, shumë shokë që kanë burgos dhe kanë dënu, s'kanë mund të na lidhin në këtë drejtim. Ky ka qenë, do të thotë, qëndrimi të burgosërve, por ideja ishte të burgosëve politik, preja Demdemaqit, po dhe ma heret grupet e ndryshme me Tush Krasniqi dhe tjerë, ka qenë që ne të mos marrim, të mos në burgosin shqiptar, qoftë edhe politikanët zyrtar, por politikanët zyrtar kanë pas përgjegjësi të mbrojnë kërkesat e popullit tonë për liri. Sikurse tishin, koishend, vigjilent, politika zyrtare, asaj kohë e Kosovës, kur s'do të kishte ardhën të demonstrata vitit 81, sepse në të 74-ën ndaheshin me një mënyrë ose tjetër politika zyrtare me politikën serbe. Ade sa kesh në vijë zoti Sadiku që duhet ju ndërprejmë këtu, sepse vërtet janë rrëfime jashtëzakonisht interesante që qytetarët tonë, shikuesit tonë në këtë rast kanë nevojë edhe duhet me I dëgjuar shumë shpesh, sepse realisht është krijuar një distancë tash I bie 45 vjeçara. Është 45 vjeçori I asaj ngjarje të tellit të nishës, nëse shkojmë më tej sigurisht janë gjithashtu rrëfime shumë interesante, por që gjithmonë ka hapësira të tjera që do t'i shfrytëzojmë edhe në momentet të tjera. Shumë faleminderit që erdhët sot. Kishe pas dëshirë edhe I gjysmë minuti nëse jo. Patjetër, shtyp lajme sot shënohet të thot 45 vjetori organizimi demonstratave të Atenishës. Sot vejmë lule të vendi ku kanë ra demonstruesit e parë, që jo përmenda emrat pak më parë. Sot shënohet gjithashtu edhe qeveria e shënon 45 vjetorin, që do të me respektu edhe me I thonë falemderit, se kanë mund të mos e shënojmë. Ndërkaq që jemi edhe në universitet një bashkëbisedim shoqatat burgosore politikë dhe shoqëria lëvizja, e kemi me student në fakultetin filozofik, departamenti I historisë, prej orës 13. Besoj që edhe RTK-ja do t'jetë aty prezent, edhe do t'ishte në interes që mund të kemi kontakte për zbërthime të tjera dhe shok të tjerë të cilët kanë marrë pjesë drejt për drejt në demonstratë dhe për shkrimin e tyne që do e bëjnë.
Sepse këto do duhet të ishte arkivohen interesant me i absolutisht. dëgju drejt për drejt. Respekt edhe për juve, faleminderit shumë për Kjo është një memori Faleminderit kolektive për që sigurisht duhet ta ruajmë, duhet ta arkivojmë edhe për brezat që vinë, sepse historinë nuk duhet edhe nuk guxojmë as ta deformojmë, as ta harrojmë edhe më keq. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.